Me rastin e festës së Krishtlindjes në sallën Kardinal Mikel Kuliçi në Shkodër u zhvilluan pritje tradicionale të vizitave festive. I peshqvi Shkodrës Monsignor Giovanni Peragin e përcolli urimin e tij për të gjithë besimtarët. Si ai ka ardhur për të bashkëndarë jetën tonë, ashtu edhe ne, si njerëzit, do të mësojmë të bashkëndajmë e më shumë të bashkëpunojmë për të mirën e vendit tonë. Atëherë kjo është urime që e bashkëndaj me ju. Përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Shkodër shprehen urimet e tyre për të gjithë besimtarët, duke përcjellë mesazhe paqeje, harmonie dhe bashkëjetese. Dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve të krishterë, të gjithë shkodranëve, shqiptarëve, gëzuar, dhe uroj që këto festa na sjellin vërtet në kujtesë rëndësinë e familjes, të unitetit, por edhe të paqes në komunitet. Ashtu si kur se lindi Krishti edhe ndriti zemrat e gjithë popujve, ashtu edhe ne sot urojmë që në zemrat tuja edhe të familjeve tuja le të jetë bekimi i paqes, i harmonisë dhe i besimit, edhe të jena gjithë bashku të gëzuar për gjithmonë. Gëzuar këshnellat për tanë besimtarët e Kshten, qoftë një moment reflektimi mbi dritën edhe mbi të mirën që i duhet aq shumë kësaj bote. Gëzuar Krishtlindjet gjithë qytetarëve shkodran, të krishterë dhe jo vetëm. Qoftë kjo një ditë e bekuar që sjell harmoni, dashuri dhe lumturi në familjet e tyre. Të gjithë besimtarëve ortodoks, të gjithë besimtarëve katolik, të gjithë besimtarëve të krishterë, i urojmë gëzuar Krishtlindjen, pasardhë e bardhë, pasardhë me plot bekime për çdo familje krishterë, por pasardhë e bardhë për çdo familje shkodrane dhe për çdo familje shqiptare. I urojmë gjithë besimtarëve krishterë gëzuar festën e Krishtlindjes. Mbarësi i urojmë familjet tëne dhe çakon me zemër. Dua të uroj të gjithë besimtarët katolik, kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjet. Qoftë kjo një ditë e madhe, një ditë paqe, një ditë reflektimit. Famulitari i Kishës Ortodokse në Shkodër At Nikola Petani ka uruar besimtarët për festën e shenjtë të Krishtlindjes. Në këtë moment të bukur të lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, uroj me gjithë zemër të gjithë besimtarët i krishterë, katolik dhe ortodoks, gëzuar dhe për shëmot lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Le të jetë kjo festë paqe, dashuri për familjet tona, për zemrat tona, sepse kemi shumë nevojë.